Policia ka ndaluar edhe një antar tjetër të familjes Gërbeshi në komunën e Vushtres. Bëhet fjalë për Agim Gërbeshin, i cili sipas raportit 24 orësh të policisë është vetë dorëzuar dje në stacionin policor në Vushtre. Agim Gërbeshi është ndaluar në ndyshimin për veprat penale detyrimi dhe mbajtja në pronësi, kontrollës së posedimi pa autorizuar i armëve. Prokuroria Themelore në Mitrovic ka konfirmuar për Gazetën Nacionale sot se i njëjti me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë. Ndalimi i Agim Gërbeshit vjen pas aksionit policor që ishte realizuar disa muaj më parë në Vushtre nga policia e Kosovës, ku ishin mbastisur pronat e disa antarëve të familjes Gërbeshi dhe ishin arrestuar disa antarë të kësaj familje. Në mesin e të arrestuarve kishin qenë edhe Abdullah Gërbeshi, Rahman Gërbeshi dhe Kadri Gërbeshi. Ndaj Kadri Gërbeshit është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar në gjykatë, në të cilin i pandeuri kishte pranuar fajësinë për veprat penale për të cilat është akuzuar. Me këtë rast gjykata themelore në Mitrovic kanë konfirmuar për Gazetën Nacionale se i njëjti është shpallur fajtor dhe i është shqiptuar dënim me burgim në kozatje prej 13 muajsh, në të cilin dënim do t'i llogaritet edhe koha e kaluar nën masën e paraburgimit. Kadri Gërbeshi kishte pranuar fajësinë dhe ishte dënuar për veprat penale sulmi dhe arratisja e personit të privuar nga liria. Ndërkaq sa i përket lëndës penale që zhvillohet ndaj të pandeurve Abdullah Gërbeshi dhe Rahman Gërbeshi, gjykata themelore në Mitrovic ka bërë të ditur për Nacionale se tashmë është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar, ku janë paraqitur kërkesa për hudhje të aktakuzës, të cilat janë refuzuar nga gjykata. Të pandeurit sipas gjykatës janë ende në masën e paraburgimit si mas për sigurimin e pranisë së tyre në procedurën penale. Të dy akuzohen për veprat penale detyrimin në tentativë dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedimi pa autorizuar i armëve. Duhet të theksohet se me 4 shtator të vitit 2025 ishte arrestuar edhe ish zyrtari policor Murat Latifi në ndyshimin se i njëjti i kishte dhënë informacione konfidenciale gjatë gjithë kohës antarëve të familjes Gërbeshi, të cilët kishin qenë të dyshuar për përfshirjen në vepra të ndryshme kriminale. Ish polici Murat Latifi në një rast dyshohet se kishte transportuar me veturën e tij personale një antar të familjes Gërbeshi, i cili ishte në kërkim nga policia, duke ia mundësuar kështu arratisjen. Gjykata themelore në Mitrovic ka bërë të ditur për Gazetën Nacionale se në çështjen penale ndaj të pandeurit Murat Latifi, me datë 29 janar të këtij viti, gjykata themelore në Mitrovic ka nxjerrë akt vendim me të cilin i është ndërprer masa arrestit shtëpiak dhe i njëjti vazhdon të mbrohet në liri. Nxjerrja e këtij akt vendimi sipas gjykatës ka ardhur si rezultat i faktit që prokuroria themelore në Mitrovic nuk ka paraqitur kërkesë për vazhdimin e masës së arrestit shtëpiak ndaj të pandeurit. Murat Latifi akuzohet për kryerjen e veprave penale kes përdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, zbulimi i fshehtësisë zyrtare, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve dhe përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm. Nga Gazeta Nacionale kemi raportuar vazhdimisht rreth veprave penale ku emrat e antarëve të familjes Gërbeshi në Vushtre ishin përmendur si të dyshuar kryesor. Pas këtyre raportimeve kishte ardhur edhe arrestimi i ish policit Murat Latifi dhe antarëve të familjes Gërbeshi që i cekë më lart.